Një reformë e re për menaxhimin e zonave të mbrojtura dhe pyjeve po konceptohet në Ministrinë e Mjedisit në kuadër edhe të detyrimeve që Shqipëria ka në procesin e integrimit evropian. I pranishëm në aktivitetin për ty natyrë, kryeministri Rama foli për mundësinë e shkrirjes së dy agjensive në një, asaj të zonave të mbrojtura dhe Agjencisë Kombëtare të Pyjeve, ndërsa krimet mjedisore tha se kanë rënë ndjeshëm. Një reformim i cili do duhet fillojë nga një ristrukturim i Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura dhe i Agjencisë Kombëtare të Pyjeve dhe duke krijuar një sinergji mes të dyave. Më vjen shumë mirë që sot bilanci flet për një ulje të konsiderueshme të krimeve mjedisore. Asnjë prej këtyre elementeve nuk është ende i asgjësuar si problematik. Sfidë të përvitshme cilësoj përballjen me zjarret. Nevoja për të rritur kapacitetet tona për udhëzim po ashtu është çdo vit më e madhe, sepse siç e kemi parë, askund nuk I ka gjetur ndonjë ilaç zjarreve që kur vinë bëjnë dëme deri edhe kolosale. Po angazhojmë edhe burime të reja financiare, duke rritur kapacitetet mbjellëse përmes udhëzimeve me dron. Pas lumit të Vjosës, Shqipëria aspiron të rendisë në pasuritë e çmuara botërore edhe liçenin e Shkodrës, dosja e aplikimit për të cilin, siç njoftoi ministri I Mjedisit Sofjan Jaupaj, është dorëzuar disa javë më parë.